O, sa bukur, sa bukuri, erdhën festa të fëmijë. Ja adhuroj ditët e pushimit, por më shumë më pëlqen atmosfera festive, ditat plot shkëlqim. S'ka më bukur se muaji dhjetor, i cili është gjithë një festë për të gjithë njerëzit. Unë jam shumë e lumtur, sepse këtë vit kam kërkuar shumë, po shumë dhurata. Edhe unë dua shumë dhurata, por e shoh se çfarë do të më sjell baba gjyshi. Eja të dëgjojmë edhe dëshirat e fëmijëve të tjerë. Ejani fëmijë, ejani. Bukuroshe, si e ke emrin? Amelia. O, sa emri bukur. Faleminderit që jeni në emision. Po Amelia, vjen viti i u. e ke bërë beredhin? O, sa sa bukur. bukur, mirë Edhe ne pafshim. kemi bërë të bukur, miru pafshim. Përshëndetje, po ty si të quajnë? Anes. Mua më quajnë Pimbi. Kurse unë jam Pumbi. Anes, sa i gjatë që n'ke ti? Po më thuaj, merresh me ndonjë sport? Po, Me çfarë sporti? në futboll. Sa bukur. Po lojtari yt preferuar, cili është? Ronaldo. Kur të mbaroj emisionin do luajmë bashkë futboll. Po, Sa qef, miru pafshim. pafshi. Përshëndetje. Si ke emrin? Idea. Edea, sa e bukur që është kjo Edea. Më thuaj këtë fustanin kush ta ka bërë? Mami. Të ma japësh mua? Ja. Po Po mua. të lutem. Më bëj dhuratë për vitin e ri. O, sa Sa bukur. iluzorion. Miru pafshim. Pafshi. Miru pafshim. Po ti bukuroshe si të quajnë? Mila. Mila. emri veçantë. Po. Mila, çfarë dhurate do që të marrësh në këtë vit të ri? Arustic. O, sa bukur. Sa bukur. Miru pafshim. Miru pafshim. Oh, në përkëtheli. Ha, sa bukur. Përshëndetje. Përshëndetje. O, po, David. Ky është shoku im i mirë në botë. Ashtu? Po. E di pse? Se më ka sjell një qyp me mjaltë. Po, të kam sjell. Sikon, Davidin e kam grupi. O, Davidi, më thuaj, çfarë të pëlqen ty më shumë? Çfarë dëshire ke ti për vitin e ri unë? Një Lego të madhe. Lego të madhe, sa bukur. Do ta formojmë bashkë. Jo, do e formoj me Pimbin. Me Pimbin, jupi, bravo, faleminderit. Hajde të pus pak, të lutem. Sa qef, faleminderit, miru pafshim. O, Pumbi, më thuaj, cili dreja është ky nga të baba gjyshit? Shikoj sa e bukur është ajo kordele, e tua. O, gjatë drejri, më thuaj si të quajnë? Fea. Fea, sa emri emri bukur. O, Fea, Ja, e ke bërë bredhin ti? Po, e ke bërë shumë të bukur? po, Më Kaq të të bukur bukur se sa tonin? po. Oh, sa qef. Më thuaj çfarë dëshire ke ti? Një kukull të bukur. Kukull të bukur të Si sjell t'jeve? viti i riu. A do ma japësh mua një xhiro këtë kordelen që keva në kokë? Ja. Pak fare, vetëm për pak, sa të bëj një foto. Të lutem. Ma jep mua. Të dyja. Faleminderit, miru Faleminderit, miru pafshim. pafshim. Pafshi. Përshëndetje. Përshëndetje, si të quajnë? Rojës. Rojens, më thuaj në çfarë klasë shkon ti? Klasën e dytë. Po këtë bluzën kaq të bukur me baba gjysh ku e ke gjetur? Ma ka dhe mamë. Mos e Do jep, të thash ma jep mami do mua. më jap vetëm kapelen e baba gjyshit. Si? Pas ka dhe një dre aty. Sa qef. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Të pëlqen ndonjë sport, pikturë, Sport. po në Cili sport? shkollë? Cili është sporti yt i preferuar? Futbolli. Futbolli sa bukur. E, Pas bëm sa do bëjmë një skuadrën. ndeshje. Miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit që jeni në emision. Po një shoqë tjetër, se Po s'ka sa e ime. bukur si një princesh. Si të quajnë? Joena. Jo Ena, je veshur si kësul kuqja. Sa të shkon kjo ngjyra e kuqe? Më thua çfarë dëshire ke ti të sjell baba gjyshi vitit të ri? Çfarë dhurate do të sjell baba gjyshi vitit të ri? Kukull. Kukull, sa Do të qef. sjellë vet. O Jena, ty do të sjell një kukull, ndërsa Pimbi do të sjell një kungull. Miru pafshim. Miru pafshi. Bye. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thua si të quajnë? Mua më quajnë Merlin. Si Marilyn Monroe. O Mendlin, Po. cila është dëshira jote? Dëshira ime është që kur të rritem të bëhem mjeke. Mjeke. Sa bukur do na shpëtosh të Pa më gjithë thuaj pak, dëshiron. ma thuaj pak atë sekretin. Sa libra ke lexuar ti? Gati 100 libra. Sa shumë. Sa shumë. Po libri i preferuar nga këta 100, cili është? Po janë disa libra që janë me seri ditar realisës. Po ti ngjan Alisës? Jo aq shumë, sa ajo i ka flokët
pak të shkurtra. Po nga karakteri? Nga karakteri po. Mirupafshi Merlin. Mirupafshi, faleminderit që jeni në emision. Ju përshëndes të gjithëve miq të Rrëtë Shëkorçës. Kemi hyrë zyrtarisht në muajin më të bukur të vitit. Kemi hyrë në muajin dhjetor. Qyteti është zbukuruar shumë bukur, turistët kanë pushtuar të gjithë qytetin tonë të Korçës dhe studioja jonë sot është më e bukur se kur. Janë pak fëmijë, por janë fëmijë të cilët gjatë këtij 3 vjeçarit të këtij emisioni janë rritur gradualisht në këtë emision. Unë dua ta nis me Anesin, Amelian, Edean, David, Mila, Sea, Joena dhe Roeli. Dhe Pimbin, dhe Pimbin. Dhe Pumbi. Po prit se nuk ju harrova ju të dyve. Dhe si gjithmonë në një shtëpisë të bukur të zbukuruar nga Angela Dekor, është Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje të dy. Përshëndetje. Gëzuar festa. Gëzuar të gjithëve. Përshëndetje Tea, një muaj të mbarë dhe plot drita të uroj. Edhe ti. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje që gjithëve të dashur teleshikues. Jemi zyrtarisht në muajin më të bukur, atë të festave të fundvitit. Edhe unë, ashtu si Pimbi, i kam shumë qejf festat dhe pushimet. Të gjithë kemi janë vetë për mua. Po. Jo, janë dhe për mua, janë për të gjithë fëmijët. Janë për të gjithë fëmijët. Të gjithë kemi dëshirat tona, prandaj unë po them para për sot dëshirën time. Dëshira ime është të bëjmë një prezantuese e suksesshme dhe të realizoj të gjitha ëndrat e mia. Eduardo, kitje për Tea, forca! Uron të realizosh dëshirën tënde. Bravo Pimbi, bravo Pimbi. Dëshirën time do e realizoj duke ndjekur hapa tënd. Faleminderit. Pimbi, Pumbi, do thoni ndonjë dëshirë ju apo të dëgjojmë fëmijët në fillim? Si Ne thoni i ju? kemi me kile dëshirat. I kemi me kile, dakor, themi Me kile gjysmë mjalti. kile tani. Prit, themi gjysmë kile tani, hajt. Thoj gjysmë kile. Dëshira me e madhe imja është o Jonida. Ha, më fal. Përveç mjaltit, Po, sigurisht Po, përveç ai është i mjaltit. pari. e dyta pas mjaltit është që dua t'i ngjasoj pak Pumbit dhe këtyre fëmijëve në mësimet. Sa bukur. Është bërë Për këta i kanë djali shkruar mirë. letër dhe baba gjyshit unë. Aha, Dhe në unë rregull. uroj Jonita që ti plotësohet dëshira Pimbit. Shumë bukur. Po tani ne do të fillojmë të dëgjojmë pak dëshirat e fëmijëve. Do ta nisim me Anesin. Anesi merret me sport. Është një djalë i cili ka shumë qejf futbollin. Anesi do të na tregoj pak më shumë për veten dhe për dëshirë. Megjithse deri diku një dëshirë e Anesit u realizua edhe surprizë për ditëlindjen e Anesit, e cila ishte në fund të nëntorit. O, po Një tu shumë të na dhuratë sollo, të bukur. Anes. Anesi na trego pak për dhuratën surprizë që ngele goj hapur nga ajo që pa shumë. Apo jo? Mbaj mikrofonin dhe shojnë drejt na trego për dëshirat e tua, Anes. Unë kam qejf të bëhem një futbollist. Tjetër? Tjetër, Ajo dhurata që more për ditëlindje, çfarë ishte që ngele i shtangur, nuk e besoje, çfarë ishte? tablet. Një tablet. Nuk e prisje tabletin? Jo. Po do ta përshëndetim atë që tabletin që ta bëri dhuratë? Po. Kush ta bëri dhurat? Daja. I japi një të puthur dajës nga ekrani? Anes, ke shok të ngushtë në klasën tënde? Po. Më fol pak për shokun tënd më të mirë. Kam shokun tim të ngush, kam Rejn. Anes, po lënda jote me preferuar, cila është? Matematika dhe fiskultura. Anes, për sa i po nga përket- viti ju çfarë pret? Po pra, nga viti i ri, Cila është dhurata? Top. një top. Një top që luajmë bashkë futboll. Si do, e do të firmosur nga ndonjë futbollist apo nga ndonjë skuadër e preferuar? Nga një futbollist. Cili është ai? Është Ronaldo. Tani dete kombëtarja, mami e Fjola ndoshta mund ta realizoj, po dete Cristiano Ronaldo nuk e di. Ta shohim. Anes, po ekipi yt i preferuar ku ti dëshiron të luash, cili është? Është Shqipëria dhe Reali. Uron ta realizosh dëshirën, Anes. Po, Ja japim me gjithë motrës tënde sukses. Amelias mikrofonin, Amelia me flokë të arta. Të gjitha vajzat i kanë bjonde në emision sot. Amelia, çfarë dëshiron O të... Jonida, Urdhra. e the gabim, nuk ka flokë të arta. Po si janë I janë ka flokë flokë të mjalti. mjalta. Janë flokë të mjalta, në rregull. flokë të Amelia, mjalta. Ha. cila është dhurata që do të doje të merje për vitin e ri? Ose Krishtlindjet? Çfarë do t'i kërkosh mamit dhe babit dhe babagjyshit Amelia që do të sjellin për këtë vit? Ke ndonjë kukull të preferuar? Ndonjë personazh të Në një preferuar? Barbie ose Stitch? Çfarë kërkon?
çfarë kërkon që mami kur ta dëgjoj të ta blej? Nuk e di. Amelia, në klasë, kë ke shoqen tënde të preferuar ti? Me këri në bank ti, Amelia? Po si e ka emrin? Si e ka emrin ajo Çupka që jeni shoqe të dyja në klasë të parë? Elia, pra është shoqja e ngushtë. Elia është shoqja E jote. përshëndesim dhe ne, E Elian. përshëndesim Elian. Po ti ke menduar ndonjë dhuratë që t'i bësh Elias në këtë fund vit? Jo, akoma nuk ka menduar Amelia. Dakor, t'ja japi mikrofonin e Deas, e cila është veshur me fustan të kuq që shkëlqen plot xixa. Edea, më trego pak të lutem, çfarë dëshirash ke ti për këtë vit? Për këtë vit, Mbaj mikrofonin ku që të dëgjohemi. unë për këtë vit kam dëshirë të më sjell babagjyshe një stiç. Një stiç. Të pëlqen shumë stiçi? Po, Përse të pëlqen stiçi? stiçi më pëlqen që i ka ato veshët. E ka ato veshët. Po mirë tjetër, ke ndonjë shoqe të preferuar ti? O, Jonika, Shojnë dhe unë drejt. kam vesh. Po edhe ti ke vesh, po prit nuk i ke si stiçi. Daj ta dëgjojmë Dean. Cila është shoqja jote e preferuar? Shojnë drejt. Në kopshte, shoqja ime e preferuar është Nikola. Është Nikola, i japemi puthje Nikolës? Sa Përshëndetje, Nikola. Në studion tonë është bashkuar dhe një vajzë tjetër e cila ka sjellë dhe një libër shumë të madh me vete dhe është Merlini. Ja japim pak mikrofonin Merlinit Edea dhe më pas kalojmë në David. Merlin, Të pëlqen të lexosh libra? Po, mua më pëlqen shumë të Sa libra ke lexuar? Gati 100. Një Sa shumë, sa shumë, po në sa çfarë shumë. periudhe kohë ke lexuar këto se vërtet është e çuditshme? Po, gati 2 vjet kam që. Gati 2 vjet. Cili është libri që të pëlqen më shumë? Libri që më pëlqen më shumë janë me seri, Ditari Alisës, që janë 10 seri. Përse të pëlqen Ditari Alisës? Po sepse ajo shkruan çdo ditë në ditarin e saj dhe mua më duket sikur kam shkruar ditarin e saj dhe ja lexoj. O Merlin, po ti a shkruar në një Po, ditar? këtë pyetje do t'i bëja edhe unë Pimbi, bravo. Unë po shkruaj. E ke shkruar dhe për Pimbin? Jo, Po për pumbin? as për punë. Besoj Do se shkruaj pas sot. Ton do shkruash? Besoj se do pas shkruaj. këtij emisioni ke për të shkruar diçka apo jo? Pa i Të libri tregosh që ke në eksperiencën. Po. Pa i libri që ke në dorë? Ky është libri mitologjia, i cili flet për hyneshat dhe hynitën në Greqinë e Në Greqinë e lashtë. lashtë. Cila është hynesha që ty të Po. pëlqen më shumë? Athinaja, Athinaja, përse apo për mburojën që kishte apo për Për- bukurinë e për saj? bukurinë dhe mburojën. Po, dhe veç kryeqyteti i Greqisë mban emrin Athina. Po, Ne të Merlin. perëndeshës Athina. Në O cilin Merlin, ajo Athinaja është më e bukur se mua? Jo, Jupi, sa ke. Merlin, po për vitin e ri, çfarë dhurate dëshiron të japin prindrit libra. ose babagjyshi? Prindrit dhe babagjyshi duan të më dhurojnë libra. Libra, sa nuk bukur. prisja përgjigje Nuk i tjetër. ndash librave Jo. Merlin. Shumë mirë Po. bën sepse të hapin horizonte, të Shumë zhvillojnë. vërtet. Besoj se nga Merlin, ta klasa bëjmë jote je vajza që ke lexuar më shumë libra apo jo? Po, është e vërtetë. Në çfarë klase je Merlin? Të katërt. Në cila shkollë? Shkolla greke. Tek shkolla Omiros. Në O rregull. Merlin, a të bëj një pyetje? Po. Po motra jote lexon libra? Jo, nuk ka nisur akoma të lexojë, se është në klasën e parë. Do t'i sa mësosh po ti si lexoj? Po, patjetër. Po prallat të pëlqejnë o Merlin? Shumë. Do më të lexosh më një prallë pastaj që të Në flet pak rregull, gjuhë. faleminderit Po, Merlin. pastaj. Ne do të kalojmë përsëri së bashku për të dëgjuar një përshëndetje apo një vjeshtje ti ke përgatitur. Ja japi mikrofonin Davidit. Ja, më lejo ta Ja. marr unë. E merr. David, dëshira jote për vitin e ri. Shojmë drejt e kamera dhe e themi. Dëshira ime është që babagjyshi të më sjellë një Lego që ta formoj me prindërit. Tjetër David, çfarë Edhe një dëshire çyp ke me për mjaltë këtë të mos vit? haro. Kam dëshirë dhe një top për futboll. Dhe një top futbolli. David, ti merresh me basketbol dhe të pëlqen dhe futbolli apo jo? Po, Cila të pëlqen më shumë, basketbolli apo futbolli? basketbolli. Përse? Se aty bëj kosha, luajmë, vrapojmë. Po ndonjë basketbollist të preferuar ke? Po, Po ndonjë Cili është? futbollist të Zani. preferuar? Zani. Në Po rregull. ndonjë futbollist të preferuar? Po futbollisti preferuar? Ronaldo. Cristiano Po Ronaldo. ty David të si pëlqen gjithmonë. të lexosh libra? Po, Po shoku ose shoqja jote e preferuar kush është? shoku im i preferuar është Rogesti. Të fala. Të fal. Faleminderit Davidi, ja japi mikrofonin Milas. Mila Bukuroshja. Mila është në kopshi, Mila kthehemi pak kështu që të dukemi bukur atje. Mila. Më trego pak të lutem, ti ke një vllaçko të vogël, kujdesesh për vllajën e vogël ti? Po,
Si e ka emrin vllai? Darjen. Sa vjeç është vllai? Vllai si vogël 6 muaj apo jo? 6 muaj. 6 muaj Po, shumë. unë që kam i madh. Puthje nga ekrani vllai të vogël. E puthje vllain e vogël. Mila, më trego pak, çfarë dëshire keti për vitin e ri? Çfarë do të të sjellë baba gjyshi tek dera apo poshtë bredit? Çfarë do t'i një dhuratë të bukur? Baklava. Jo, një jo baklavan e kukull? deti. Në një kukull të bukur? Arustiç. Arustici, në Të gjithë me rregull. Arustici. Dakord, ja japi mikrofonin Theas, e cila shkëlqen me këto xixat. Më fal, Thea, jo na ke të drejtë, Theas. Zemër, më trego pak, ke vënë këto brirat e drerit shumë të bukura, plot xixa, plot shkëlqim. Thea, cila është dëshira jote për këto festa? Çfarë dhurate dëshiron ti? Dalë, duket më bukur kështu. Prit. Një kukull të bukur. Tjetër, Thea, çfarë dëshire ke? Nuk e di. Nuk Po e Thea, di. në qoftë se të vjen një kukull e bukur, si u ta quash? Si u ta vesh emrin kukullës? Që Dea. se baba gjyshi? Si? Dea. Dea, ua. Përse çfarë këtë kohë emër? mirë. Se më pëlqen ky emër. Ke ndonjë shoqe me këtë emër të kopshi? Jo. Jo. Po shoqja jote e ngushtë në kopsht ti, cila është? Po unë kam 2. Ma i thua emra dhe ti përshëndetim. Elisabet dhe Zoj. Elisabet dhe Japim Zoj. një puthje nga ekrani të dyjave? Ti përshëndesin dhe ne. Çfarë loje luan ti me Elizabetën dhe Zoin? Cila është loja që luani? Apadolapa. Apadolapa. do luajmë dhe bashkë Po, pastaj. sa bukur. Do ta luajmë dhe me Pimbi dhe me Pumbin Apadolapa, se kjo studia jonë Po, është e madhe, kështu mund të fshihemi kudo këtu apo jo? Po. Në Pimbi rregull. do e mbyll syt. Ja japi mikrofonin Joenës, e cila me zi prej. Joena, je bërë shumë e bukur me këtë fustan të kuq, me kapsat që shkëlqejnë dhe dukesh poshtë si zan e bukur. Joena, më trego pak të lutem. Çfarë dhurate do ti këtë vit? Çfarë dhurate do ti të sjell baba gjyshi ose mami mami me Geralda ta babin. dëgjoj dhe ta mendoj mirë atë dëshirën që do t'i kërkosh ti. Çfarë do t'i kërkosh ti? Ja Je themi gati në publikisht kohë kështu. Këtë dua të më për bëj t'ja me pik. thënë, po. Çfarë dhurate do ti? Një dhurat, një kukull ose një tablet. Çfarë dhurat? Tablet. Një tablet. Një po, tablet, tjetër. sa mirë. Bëjmë një listë të madhe tablet një. Do luajmë bashkë. Kukull 2. Një shtëpi kukullash? Po. 3. Arush stiç. Po. Edhe i si kuroga. Arush Pumbi. Prit, dhe si përfundimi futim dhe një vlla? Edhe një vlla E do po dhe motër, një çfarë vlla do? po motër. Motër apo vlla Joena? Motër. Motër, e një shumë, motër. në rregull. Dëshira e Atëherë, parë është motra. Po, Joena, po shoqja jote preferuar aty te kopshi cila është? Eloise dhe Edi. Ua, luan shumë me ato ti? Po. Çfarë loje luan më shumë? Mm. Çfarë loje të pëlqen të luash? Cila është loja juaj e preferuar? Mirë, në rregull, nuk po e mendojmë dot lojen. Po kopshin në Rumuja bëni edukatores ju? Jo. Jo, luaj me shokët edhe me shoqen. Luaj me shokët dhe me shoqe. Mirë, do t'i japim një të puthur edukatores që këtu nga ekrani? Edhe shoqes tande Luisit, si e kishte emrin Të e tij? dyjave. Përshëndetje edhe nga ne. Edi, jo, Edi, sa nga ne. bukur. E Edhe nga ne përshëndesim, përshëndesim. Roeli ka radhën tani. Bye. Amo ju përshëndeti dhe juve, mos keni merak se të gjithë fëmijët ju duan dhe ju përshëndesin. Atëherë, Joena, qëndrojmë pak bashkë. Ua, ju bukur buthi. këtu dhe ka radhën Roeli. Roeli, shohim te kamera drejt dhe më thuaj pak dëshira jote për këtë vit. Një tablet vizatimi. Një tablet vizator. Diçka tjetër? Të pëlqen të vizatosh? Po. Në çfarë klase shkon Roeli? Klasën e 2. Në klasën e 2. Roeli, ke shumë shokë dhe shoqe te klasa? Po. Cila është loja që luan më së shpejt me shokët? Hapadolapa. Apadolapa, loja ku ka fsheti. Po futbollisti jo ti preferuar cili është? Cristiano Ronaldo. Merresh me ndonjë sport? Po. Çfarë të pëlqen? Çfarë sporti? Në orën Futboll. Futboll, në orën e fiskulturës, je ai pari ti që ikën vrapon pas topit edhe bën rëmuj gjysmën e klasës apo jo? Je djali urt. Jo, vjen Ndjali topi u. pas. Jam djali urt. Tani shkon ti pas topit apo vjen topi pas teje thot Pimbi? Si e bëni ju? Vete ti apo vjen topi në ty?
Ja, shkon Roeli tek topi pra, se s'ka ku Do ja pasoj Pimbi, shoku. nga që Pimbi për ton, vjen topi tek do t'i Pimbi. vi. Kurse Roeli tash futbollist. Roeli, më trego pak të lutem, me shokët e tu kënaqesh? Po. Kë shok ke dëshirë të përshëndesësh sot? Kush është shoku jot i preferuar? Shojmë te kamera drejt, Roeli. Shoku jot i preferuar, cili është? Luisi. Luisi. E përshëndesim E Luisin. përshëndesim. Ju Pimbi Pumbi, keni ndonjë pyetje? O, pyetje, kemi sa të duash. Po, fol një pyetje, shpejt. Shpejt për të gjithë fëmijët. Aha. Çfarë ushqimi ju pëlqen më shumë? Çfarë ushqimi u pëlqen më Për shumë? vitin e ri. Për vitin e ri. Po. Që ta kini aty tek Tryeza. Forca. Baklavaja. Baklavaja. Baklavaja, do ta bëjmë bashkë. Preferuar për vitin e ri. Makarona me Me salsa. salcë. Makarona do të janë bashkë. Ushqimi jot i preferuar. Çfarë do të gatuaj mami apo nëna në shtëpi një gjë të mirë? Ose një ëmbëlsirë. Çfarë të pëlqen? Keku? Keku. Keku. Keko. Mila, çfarë të pëlqen ty për vitin e ri një gjë shumë të mirë? Biskota. Biskota, O, David. do kënaqemi në shek. Baklavaja, Edea, çfarë të pëlqen ty? Më pëlqen që thaj Çfarë ushqimi? biskota. Biskota, Amelia, çfarë të pëlqen ushqimi jot i preferuar? Baklava. Baklavaja, Merlin, Kurse mua më pëlqen lakrori. Lakrori, komplet ndryshe, Anes. E mua më pëlqen baklavaja. Baklavaja. Shumë Së mirë. shpejti do bëhet dhe Shumë baklavaja. Shumë mirë. Jemi rikthyer përsëri së bashku pas hapësirës së shkurtër publicitare dhe jemi rikthyer me fëmijët. Do të vazhdoj me vjeshtat dhe përshëndetjet të cilat ata kanë përgatitur. Vijojmë me Anesin, e kemi nisur që në fillim me Anesin, vazhdojmë përsëri me Anes. Anes, një përshëndetje, një vjesht, çfarë të kesh dëshirë ti? Kë përshëndet? Pimbin. Pumbin. Pimbi dhe pumbin, apo jo? Po. Po. Vazhdojmë me Merlin, apo jo? Merlin. Në i vjesh ose Vjesht apo përshëndetje? përshëndetje? Çfarë? Vjesha. Forca Merlin. Dëgjoj Merlinin. Unë jam shkronja be, si Bori nuk bej, jam shkronjë paze, ndaj veç belbezoj, më gjeni tek bebja, tek bora e bardhë, tek bishti balonës, tek bereta mbi ballë. Të lumë Merlin. Bravo. Amelia. Kemi një përshëndetje Do ose bëjmë një një vjesh? përshëndetje të bukur? Kë përshëndet Amelia? Mamin, babin, Pimbin dhe pumbin. nënën? Te Japi një janë dhe përshëndetje. Jonidën. Bëj një putje nga ekrani. Në rregull Amelia. Ja japi mikrofonin e Deas. Edea, kemi Forca vjesh ose Edea. përshëndetje? Vjesh. Vjesh. Forca Idea. Një qeshori, Festa. festat po navit, edhe baba i gjyshi të nasja dhurata, me topkat që t'i vendosin në brevi. Të lumë, lumë. shumë bukur. David. Bravo. Forca David. Kemi një përshëndetje ose vjesh? Kemi vjesh. vjesh. Forca. Një pëllumbi bardh në dritarit roket, apen një delë se ti që ka e miri u prit, në kratet i ka një porose gëzuar që shqiptarve vitin e ri. Të Po lumë. gëzuar David. lumë. Mila. Forca Mila. Shojmë drejt aty te kamera, te Lali Albani. Do dhe përshëndesim, çfarë do Mila? të themi ne? Një vjesh apo një përshëndetje Mila? Përshëndetje, Po, Kë do kë përshëndesit? mami Tjetër? edhe papi, Tjetër? Edhe Pimbi? Dhe pumbin. pimbi edhe pumbi, Edhe Vajli. edhe vaj. Në rregull, bravo Mila. Thea. Kemi një vjesh ose një Një vjesh përshëndetje? apo përshëndetje Thea? Një vjesh. Forca Thea, thoj vjeshën e bukur. Atë dhe u imi dashur, sa shumë që të tua, tri me ngunë, si tarti më bëre mua, si fosh një vogël me kujdes më rrite, ti në shpirtin tim, ti më rrite. Të dritë, Bravo, të bravo, lumë. sa bukur. Ishte një vjesh shumë e bukur për festat e nëntorit, të cilat ne i kaluam javën e parë. Po. Ishin festat tona kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit. Faleminderit Thea. Që të gjithë me zi Joena, e themi vjeshën e bukur? E 28 nëntori, unë ngërës pramurin në vlorë, plakës në qamali, i tha popullin në gojë. Pashta shakë raporia, nuk o ka vënë këtu turgja, ja të vdesin një të rojnë, është e jona Shqipëria. Të lumë, bravo, shumë të lumë, shumë e bravo. bukur. Forca Roili, Kemi çfarë një kemi vjesh për ose sot? përshëndetje? Forca Roili, shojmë drejt atje tek Gjupi kamera. flak të kuq, me pellur si borra, Edhe një herë.
Gjupi flak të kuq, me pellur si bora, në krye kapuç, dorashkat e dora, mikrën si shtëllungë, mustaqet e gjata, në shpinë si një gungë, një thes me dhurata, sill gaz dhe harre, shtëpi më shtëpi, sa i bukur që je, ti o vitiri. Të lumë, faleminderit Noemi, Shumë faleminderit. i bukur. Atër, Pimbi dhe Pumbi, tham që keni 1 kile dëshira, gjysmën kile e tham në fillim të emisionit, tani që jemi afër fundit, na thoni dhe gjysmën Po, tjetër? kemi gjysmën tjetër. Po. Po, unë, Jonida, dua që të gjithë fëmijët e të gjithë botës të jenë të lumtur, të ketë paqe kudo. Bravo. Kjo është dëshira ime. Po ti Pimbi? Edhe unë dua që të kenë të gjithë fëmijët që ta ndajnë me mua baklava. Të lumë. Dëshira. Dhe unë tani kam për të thënë diçka për Shën Nikollën, po ta njihni, Pimbi me Pumbi e njihni. Po e kemi takuar në mal. Po jo, more Pimbi nuk e kemi takuar. Shën Nikolla njihet për diçka që ai ka bërë. 3 vajzat e një fshatari nuk martoheshin dot dhe Shën Nikolla mori 3 qese dhe futi ar në secilën prej qeseve. Ai i hodhi ato dhe më vonë pasaj ato u martuan dhe krijuan secila familje. Kjo është e para, kurse diçka tjetër, një fëmia e një varktari do niseshin për një lundrim të gjatë dhe ati i rëshkiti këmba dhe diq. Kurse Shën Nikolla e shpëtoi, tha diçka me fjalët e tij dhe e shpëtoi. Prandaj ai njihet si Shën Nikolla si shpëtimtar dhe si dhurues i dhuratave. Prandaj simbolika e tij është kjo që japim dhurata ndaj njëri tjetrit përndër të Shën Nikollës. Dhe të gjithë pastaj Nikollës i kërkonin dëshira për t'i plotësuar. Edhe unë kam lexuar diçka për Shën Nikollën. Pa ma trego pak. Thonin se bente shumë çuditëra dhe shëronte shumë njerëz, madje edhe pas vdekjes së tij. Po, prandaj që shëroi atë djalin pasi vdiq. Po pra, kjo është historia e Shën Nikollës, i cili na sjell ndërshekuj atmosferën e shkëmbimit të dhuratave, ashtu si Shën Nikolla që dha dhurata për fëmijët e varfër, për vajzat e varfra, të cilat krijuan familjet e tyre, në çdo vend ku Shën Nikolla shkonte, dhuronte nga pasuria dhe nga shpirti i tij. Ndaj në nder të kësaj dite është Shën Nikolla përpara Krishtlindjeve dhe ne shpërndajmë dhurata dhe në simbolik të tij ne ndezim një dritë, ashtu siç janë dhe dritat e bredit ton. O Jonida, kam dhe unë diçka. Ha, fol. Po dua Davidi ose dikush tjetër të më ndihmoj ose Merlini ose ku di unë. Thuaj pak, forca. Çfarë duhet? Ata them në vesh. Jo, thuaj tani. Dgjoj. Ne do të ndjekim në këto momente prallën nga nëna Mona dhe ndërkohë unë do vi tek ti të ma thuash te veshit dëshirën tënde. E bëjmë kështu? Okej. Do të dëgjojmë në këto momente prallën e bukur nga nëna Mona, po nga Odisej Grillo dhe rikthehemi në studio. Mirë se ju gjeta, me ziprisnja orën që të takohesha me ju. Dhe ju shpresoj me zi me keni pritur, se prallat që të regojmë janë shumë të bukura. Atere unë nuk pëllafos shumë, se fjalët e shumë ta janë fukarallëk. Po fillojmë me prallën. Ajo titullohet 3 sëpatat. E dini që janë sëpatat? Me ato që presim dru. Atere fillojmë. Zefiri, një peshkatar, me peshkun binte e me peshkun ngrihej. Natën gjuante dhe ditën ndëronte. Se Zefiri bënte ndryshe nga peshkatarët e tjerë. Ditën ja fuste gjumit e natën peshkonte. Me rjeta, me grepa, e shporta, e kur nuk mbete pa peshk. Në qofë se nuk zinte ndonjë qefull të madh, me siguri do zinte ndonjë koce apo levrek. E po të mos zinte nga këto, do të kapte pa tjetër peshk guri. Në ditën më të keqe, do të zinte pa tjetër disa qifte sardelesh. Çperi Zefiri një ditë. Mori shportën, mori rjetat dhe vendosi të shkonte për peshk. Se i punonte dora, mendja,
shpirti dhe dinte t'i komandonte mirë grepat, rjetat. Po, thoni që të doni, po ka peshkatar që i ndihmon dhe fati. Ashtu si disa të tjerë që i le me gisht në gojë. Kur i thoshin bashkëfshatarët, po si su ktheve njëherë pa peshkën nga gjuetia, Zefiri u përgjeq. Më ndihmoi Zoti dhe fati. Dhe atë të hënë në mbrëmje, shkoi në det si çdo herë tjetër, e ndihmoi Zoti dhe fati. Rjeta i kapi një alamet peshku aq të madh, sa edhe vetu çudit. E mori peshkun dhe filloi ta coptonte. E coptoi me sëpatkën që kishte me vete dhe e futi në një thes. Pastaj e ngarkoi në gomar. Mirëpo, si e thënë që ta çonte në shtëpi? Nga pesha e madhe që pati gomari, sëpata i ra dhe humbi në det. Vëndi ishte shumë i thellë dhe errësira aq e madhe sa nuk shihej asgjë. Kështu që Zefiri nuk hynte dot në det për ta kërkuar, edhe mund të mbytej, pa çka se ai ishte një notar i Zotit. Atëre, ul në një shkëmb e nisi të qaj, jo me pëshertima e ulurima, po me shpirt, se sopatën e vogël mendjen pret, donte ta kishte si djalë të vetëm. Dhembja dhe një pikë loti nxehtë që ra në det e prekën shpirtin e ujrave, që nuk ishte gjë tjetër veç se një gjysmë peshk dhe një gjysmë njeri. Dhe i erdhi aq keq për peshkatarin, sa doli mbi ujra duke i treguar një sëpat dhe i tha: "Jotja është kjo sëpatë?" Fshatari picëroi syt se ja vrau një reze që shkrepi në çast dhe pa sëpatën që vezulloi si hëna në netët e verës. Jo, nuk është sëpata ime, tha ai. Pse? E pyeti shpirti i ujrave. Se kjo është prej Floriri, unë e kam prej Çeliku sëpatën time. Atëhere do të jetë kjo, tha shpirti i ujrave dhe i tregoi një sëpatë tjetër. As kjo nuk është e imja, belbëzoi Zefiri. Pse? Pyeti shpirti i ujrave. Se kjo është prej Argjëndi. Unë e kam prej Çeliku sëpatën time. Atëhere, me siguri do t'jetë kjo, tha për herë të tretë shpirti i ujrave dhe i tregoi një sëpatë të vogël. Zefiri e njohu me njëherë sëpatën e vet dhe pa pyetur fare, shpirti i ujrave i tha: Po, kjo është sëpata ime." Me që nuk je lajkatar, e thua gjithmonë të vërtetën, ti kam falur edhe këto dy sëpatat e tjera. Meri dhe i gëzofsh, të artën e të argjentën, shiti dhe me to do bëhesh i pasur. Zefiri e falenderoi dhe i bëri 1000 urime nga zemra. Dhe ndërsa shpirti i ujrave po kthehej me zvalve, u nis Zefiri dhe shkoi në shtëpi tok me gomarin, ndërsa përreth po agonte. Me që mori 2 sëpata, një të artë e një të argjend, peshkun e ndau midis varfanjakëve të fshatit, po mbajti dhe pak për vete. Të nesërmen shkoi në qytet. Sëpatën e artë e të argjend i shiti dhe sa të hapësh e të mbyllës sytë, ashtu si që ndodhë në përpëralla, me të vërtet
u bëj një pasanik i madh. Kur e mori vesh këtë gjë, një nga komshinët e tij, që ishte një çik ziliqar, tha: "Do të shkoj dhe unë në det, se kush e ti mund të më buzëqeshë dhe mua fati, ashtu si Zefirit." Dhe u nis në det që në atë çast. Aty nxori shpatën nga torba dhe e flakëriti në det. Spatën, jo shpatën. Pastaj nisi të qaj e të ullëri. Si kur ti ishte shuar e gjithë shtëpia me kuqe me matë, e dëgjoj shpirti ujrave dhe për një eresh doli mbi val. "Se po qano njeri i Perëndis?" e pyeti ai burin. "Ndërsa po gjuaja peshk në det, o gjysmë peshk e gjysmë njeri, më raspata në ujë dhe s'kam tjetër, me këtë mbaj frymën e 5 kalamajve të gruas dhe timen." "Ashtu?" e pyeti shpirti i ujrave dhe nxori një spatë të florintë dhe ja tregoi. Buri e pasi vetëtinte spata dhe thiri i gëzuar pa pyetur fare shpirtrat e ujrit. Po, kjo është spata ime, kjo është spata ime." "Mos është kjo tjetra?" e pyeti shpirti i ujrave dhe i tregoi një spatë të argjend. Jo, spata ime është ajo që më tregove pak më përpara." "Ashtu?" tha shpirti i ujrave dhe duke qeshur i flaku por dhe 2 spatat e tjera. Nga qeshura e tij, një nga spatat qëra, deti ngriti valët sa kodrat e malet dhe u bë shkumbë. "Dëgjo këtu, o njeri", bubulliti shpirti i ujrave. "Ti je makut e gënjeshtar, prandaj s'do të kthej as spatën tënde." Dhe e flaku dhe spatën e tij në det. Valët e detit u ngritën në atë çast, sa dolën nga shkëmbin dhe filluan ta ndiqnin burin që vraponte me vrap të madh. Ai, me shpirt në dhëmb, arriti në shtëpi. Nga pas e ndiqnin valët e tërbuara të detit, por ja rafshuan shtëpin me gjithë ç'kishte brenda. Vetë shpëtoi për qime. Dhe aty afër ishte një pemë shumë e lartë. Ai u ngjit maj pemës dhe shikonte nga larg që nuk I kishte mbetur asgjë. Pastaj, kur valët e detit u tërhoqën, zbriti si hije se si ajdut, u largua nga fshati se nuk I kishte mbetur asnjë gjë. Mbë të gjitha nuk I kishte mbetur nderi dhe ai nuk mund të dilte përpara bashkëfshatarëve. Aq më shumë përpara Zefir peshkatarit. U largua. Mbaroi pra Zajon. Besoj t'ju ketë pëlqyer. E shikoni sa kuptim plot ishte. Nuk duhet të bëhemi ziliqar. Nuk duhet të tregojemi të pangopur. Faleminderit për atë që kemi sot. Faleminderit për atë që do vi nesër. Ai që tregohet ziliqar dhe I pangopur e pëson si ky buri prallës. Tregoni të dashur me njerëzit. Mos u bëni edhe gënjeshtar, që për të përfituar çdo gjë, jeni gati të sakrifikoni çdo gjë. Jo, të bëhemi të ndershëm, të bëhemi të dashur, të ndihmojmë njëri tjetrin, të mos tregojemi të pangopur. Besoj se u kënaqët. Miru pafshim dhe për sot. Miru takofshim të shtunën tjetër. Jemi rikthyer pas prallës së bukur të Nëna Monës. Ju pëlqeu pralla?
Po, edhe mua më pëlqeu shumë. Atëherë, unë ju falenderoj të gjithëve që keni qëndruar dhe këto 60 minuta të kësaj dite të shtunë, ku data shënon 6 dhjetor, qyteti Korçës shkëlqen nga zbukurimet, janë të festoni Krishtlindjen dhe vitin e ri në qytetin e Korçës, dhe pse pronotimet janë ndoshta 90% të bllokuara në të gjithë qytetin. Kjo tregon për ëmbëlsinë dhe dashurinë që të fal Korça. S'ka më bukur se sa të festosh në Korçë. Si qyteti që shëndrit edhe ti gjithashtu me Faleminderit. Unë shëndrit gjithmonë nga butik Natalia e Ailin Ana, që e gjeni gjithmonë në Bulevard Republika. Faleminderit e dashur. Dhe mbi të gjitha studio e jon gjithmonë shkëlqen nga Angela Decor Event. Dhe Angela Decor Event ka zbukuruar dhe atë shtëpicën e vogël të atyre të dyve. Amo, se nuk sa të gjë, shiko sa të bukurin i bërë, ju ka bërë Angela, super ju ka bërë sera. Faleminderit Angela Decor. Ta se kishit zbukuruar dhe pyllin. Po, Angela Decor e zbukuroj. Faleminderit. Po, pak. Atëherë, Tea, bëjmë përshëndetjen e radhës. Faleminderit që na ndoqët dhe këtë të shtonë. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Dhe gëzuar festa. Miru ta kopshim.